Nëse doni flokë të gjatë, provoni këtë maskë me pjepër. Pjepri është një ndër frutat më të shijshme dhe më të shëndetshme për të konsumuar. Nëse vuani nga rënja e flokëve dhe mosrritja, pjepri duhet të jetë patjetër pjesë e listës së frutave që duhen bler. Ai është i domosdoshëm për rritjen dhe mbajtjen e tyre sa më të shëndetshme. Shumë njerëz vuajnë nga mungesa e flokëve dhe përdorin kura dhe metoda të ndryshme për parandalimin e tyre. Mungesa e vitaminës B është përgjegjëse për shkaktimin e humbjes së flokëve. Mjekët këshillojnë pjeprin pasi është i pasur me vitaminë B, të cilët ndihmojnë në parandalimin e rënjes së flokëve dhe nxisin rritjen e tij. Pjepri është burimi më i mirë i beta-karotenit që konvertohet në vitaminë A. Vitamina A është jetike për flokët e shëndetshëm dhe rritjen normale të flokëve. Ndaj me konsumimin e pjeprit ne kemi rritje më të shëndetshme të flokëve dhe flokë më të gjatë në kohë të shkurtër.